Është prezantuar manifesti Kultura e të menduarit në shkollat shqiptare, një thirrje për reflektim dhe dialog mbi cilësinë e arsimit në Shqipëri dhe Kosovë. Dokumenti ngre pyetjen thelbësore nëse nxënësit po mësojnë realisht të mendojnë, duke theksuar nevojën për kalim nga mësimdhënia e bazuar te mbulimi i programeve drejt të nxënit kuptim plot dhe arsyetimit të pavarur, ka qenë profesor doktor Bardhyl Musai, i cili në një takim me stafin dhe student të Universitetit Fanoli hodhi disa mendime mbi atë çka duhet ndryshuar në sistemin arsimor. Nuk mundet me cikle elektorale 4 vjeçare të bëjmë strategji, të harxojmë para dhe të flenë zyrtarët e burokracisë. Krijojmë iluzionin e reformës, po mirë, dakord, kur kemi suksese, pse kemi këto rezultate, të mos i marrim si dënim dhe ndëshkim. Po ato janë pasqyrë ku ne duhet të shohim veten dhe të reformojmë sistemin arsimor. Me pak fjalë, reforma ka ndryshuar fjalorin, terminologjinë, po s'ka ndryshuar të menduar të nxënësve, s'ka ndryshuar realiteti i klasës. Edhe njëherë kam konsideratën më të lartë për shumë mësues të përkushtuar që i kanë arritur këto, por kjo është fragmentare, kjo është e shkëputur. Unë po flas për sistemin dhe nuk dua të injoroj punën me përkushtim të mësuesve, sikurse nuk mundem dhe nuk kam të drejtë të injoroj dhe disa suksese që arsimi ka arritur këto vite. Manifesti propozon 5 shtylla kryesore për ndryshim, mes tyre rishikimin e kurrikulës, forcimin e rolit të mësuesit dhe vlerësimin në funksion të menduarit kritik. Autorët e konsiderojnë reformimin e arsimit si një detyrim moral të përbashkët të institucioneve, por edhe shoqërisë.